Tani do të bëjnë një pyetje shumë interesante dhe kjo ka të bëj me atë se cili është klubi i cili drejton Evropën. Në librin tënd të fundit, intervista e shekullit, thua se drejtuesi i Evropës është klubi i Parisit. Mirë po, unë personalisht mendoja se janë gjermanet ata që udhëhecin me Evropën. Në forumin tonë është miku ynë Petrit Kola, të cilin e konsideroj si një asimir i politikës ndërkombëtare. Ai thotë se është Londra. Dikush tjetër përmend klubin e Romës. Si ka mundësi të jetë klubi i Parisit? Kjo më habit mua pa mas. Demke, hipoteza kryesore që ekziston në mendet e gjithë njerëzve, se i shoh edhe atë përndim të gjithë kështu thonë në fjalë, Londra është ajo që gjëja komandon botën, Londra kështu, Londra kështu, disa thonë në bashkëpunim me çifutët kështu. Mi po nëse flasim thjesht për Europën, jo për mua në fjalë, po unë shoh në fjalë edhe e kam parë dhe të tjerët, kryesorët janë klubi i Parisit, jo se e them unë në fjalë, por shif ke institucionet. Shif ke për shembull në Bruxelles, në Strasburg, në Gjenevë. Kush janë kryesorët që drejtojnë, janë frankofonët. Nuk janë anglezët ose anglosaksonët. Ata janë afruar me disa herë bashkëpunim nga klubi i Parisit, por ata janë si thoshë hund, si themi ne, hund përpjet, edhe bile tani me këto me trumpi që ka ardhur në krye, me fil ka një shkëputje ata me fil anglezët po i drejtojnë prapë Europës dhe duan bashkohen me fil, por duan të jenë violinë e parë. Po violinë e parë nuk bën dot sepse është klubi i Parisit. Violinë e parë. Ata mund të jenë gjithmonë violina e dytë. Qofse do afron tani me të majtët që janë në krye tani. Mi po frankofonët kanë të paktën qysh në kohën e De Gaullit, për mos thënë më herët, që janë përpjekur të drejtojnë apo të jenë një grusht në fjalë vendesh që të mbajnë të bashkuar Europën. I pari fare që ka edhe idenë për një Europë të bashkuar me fjalë ka qenë Robert Schuman, Luksemburgu Robert Schuman. Ai ishte pak frankofon, pak gjerman, me fjalë siç janë vetë Luksemburgi, siç janë me dy ashtu edhe gjuhën e kanë mes frëngjishtës dhe gjermanishtës. Mi po situatën e kanë kap në dorë klubi i Parisit, edhe nuk duhet kuptuar që klubi i Parisit është si një dhomë e fshehtë, kështu siç e mendojnë konspiracionistët, siç e mendojnë disa apo. Jo, është me fjalë frym, më shumë frym. Me fjalë ne jemi frankofon thonë ata, ne duhet drejtojmë, ne jemi kultura e botës, kultura e Europës, ne duhet drejtojmë. Me fjalë nuk është si një dhomë e fshehtë, për shembull, siç mund të janë ca klube të tjera, klubi i Romës e kështu, me fjalë që janë ka shumë klube të vogla që mblidhen bëjnë të ato mbledhje të frankofonët është një si thua një klub frymor, më shumë në bazë të mentalitetit të një principi që kanë me fjalë, bashkërendojnë veprimet me njëri tjetrin. Edhe ja kanë dalë me sukses me fjalë. Pasi institucionet kryesore të Europës i drejtojnë ata. Nga Bruxelli, Strasburgu, Gjeneva. Atje janë institucionet kryesore. Po, unë sikur jam i prirur pak t'i besoj edhe Petritit, se vërtet ai ma merr mendja se e një politikë ndërkombëtare. Po ai e mbron tezën. Kemi një fjalë shqipe ne këni. Futja pordhës, gri sallat. Me fjalë ai fal për shprehjen, me fjalë. Se s'du t'ja dalë jashtë kulturës, ai ka një vrim i bie. Ka disa vjet në vrim. Anglia, Londra, ata drejtojnë, ata bëjnë gjitha, me fjalë në kokën e tij është si një mizë, i vjen mrena miza, ai edhe shiu po të bjerë, thot e bëri Londra. A kupton ku arrin fantazia njerëzve, me fjalë kam ca arabu në tim perëndim.
Tash Ata thonë, që futët ju të thonë, ata komandojnë çdo gjë, sikur mblidhen natë, bëjnë ato veprime. Me fjalë edhe shiun që u bën në Dubai, thënë, e bën ata, thënë, që futët. Me vjen që të vjen për të qesh, me vjen, po, di se ti besoj Petritin, nuk ka na si gjë të keqe, besoj, me vjen. Po, Kola, megjithëse ai ka vu pseudonim aty Petrit Kola, se edhe ai ma vri shkret, unë pak a shumë e njoh atë, jo personalisht, me vjen, por ka qenë dikur student i dhjetorit dhe ai me fjalë, edhe si duhet i shkreti ka marrë një goditje, nuk e di, ose ka marrë goditje në Amerikë, se kur vajti në Amerikë, i eci jeta për keq. Ka flet posturave si duhet. Tani e ka kap vetën, e ecë është mirë. Ka kalu nga një ndërmarrje në një ndërmarrje, me vetë është përplas si ku frynera, shkoan një shkok ne dhe ka dëmtuar dhe kokën edhe është dëmtuar robi, dëmtohet nga situatat e vështira që kalon, edhe i është fiksuar i Londra, thot. Ai edhe po i iku tramvaj atje që ikën, thot, e ka fajin Londra, thot, pse më iku tramvaj, thot. Ai problemin e ka me bërthamoren, po nëse kjo e fundit që me humor pak. Ai nuk studion, ai nuk shef institucionet si funksionojnë, si bëjnë funksion. Kush njerëz punojnë aty? Ai nuk e di. Ai thjesht hap internetin. I vetmi njeri, s'kam pa njeri në botë, pa televizor, pa radio, pa si gjo. Tjetra. Pa radio, pa si gjo me fjell, ai vetëm e i cop telefon, futet në rrjetet, lexon ato konspirativet edhe i është fiksuar aty, ai me fjell është si puna e mizës, nuk i hiqet nga koka aty. Fiksuar aty. Nga kjo që po thua të pret. Ai nuk shef që Londra shipe. Londra tani u kthy nga Parisi. S'ka u bë ky vit, po kthem pllakën. Tjetra. Nga kjo që the, unë them se të pret përballim me Petron. U kam qef se ai gjithmonë thot, Piero, kur tu dalim në debat bashkë? Unë kam qef dalë debat me atë, po s'vjen ai. Ai vjen si hajdut në Shqipëri, ikën si hajdut. Kjo është e tepër, po nëse po marrëm si humor këta. E kupton? Dele robi ball për ball. Kush është për shembull burr, del, edhe bëjmë debatin ka lezet. Edhe paraqisim tema, për çfarë teme do flasim. Bile edhe në debat aty ku bëjmë në forum, i kam thonë me fjalë ti temë apo sta fat vetëm unë edhe ti, edhe të flasim unë për sa aty ka qëllim, ai do të flasim për Londrën. I thash hiqe mizën nga koka, hiqe, nuk është Londra i thashë që shka.